përvojat që keni përjetuar. Dori Qandrës kena grafike për herë të parë një film në mandatin tonë. Radhanës për masë rritit edhe ju që shërin ditë që atë ulan për e këtë qik. Po presëm, dikosh ka me më thirë, hajde du me bon një film me ty në LA. Pro ka qenë një përvoj, shumë ka qenë e madhe dhe ka qenë një ndinë shumë e mirë se kërë kom pati Matt Damon, Leonardo DiCaprio, këtë kanë qenë, ju më befasu se kom pritë shumë që ka me qenë shumë markësi, po ka qenë shumë të mirë. Po, kena pritë, këtë Kosova kena pritë, këtë Kosova e Shqipnia kena pritë që kena me fitu kom. Qa e bos, ki qa vanë. Normal që këtë jena dëshpru lotësional, po apet, nuk bëse që ka qenë kjo një humbje, po ka shoku, film shërë nuk ka humbë, po ka fitu filmi tjetër. Kon shumë ju me i taku krejt ata njerës të famshëm edhe me kalu me një tapet ku që nuk i vjen në rasti gjithë kujt me kalu, kështu që jom një shumë mirë. Është një ndjenja ma e mirë ndojherë. Normal që kom pritë si çdo njeri që pret me marrë një çmim ose me marrë diçka, mo edhe masi nuk e kemi marrë me mri në peshe, masi është hera jone e parë në Askërës Kosova, është diçka shumë e madhe dhe unë po njina si me fitu Oskari. Në ato momente jam konë të gjiru, jam konë katin e 5 edhe kërë për mene emri e satërë, jam mu ka trulla pak, po veç kom vazhdu me reshë plaka edhe mu gëzu për ata jo, ama asë me një vetëm faj ose na i sen jo. Jom një mirë, apet, njej. Më vjen mirë që filmi Shok ka pas një sukses kaq të madh, edhe na jemi shumë krenarë se na ka hapë shumë rrugë edhe e ka qelë botën me Kosovë, ka bo botë edhe gjithë shqiptarët dhe kosovarët krenarë për talent edhe për këtë film kaq të mirë. Tash edhe artistë kosovarë edhe kinematografia kosovare i kanë dyrt shumë të hapur nëpër botë. Tash bota na nje edhe përmes veprave të bukura artistike, kështu që kjo na bën edhe më shumë krenarë edhe na i bën zemrën më të madhe. Faleminderit shumë për toni. Po, besnik krejt. Besniku krejt, a bën veç pak se jena të shku direkt. Ne vetë të bojnë do të